Rikthehemi edhe një në studio të ndëruar shikues. Kam të ftuar këtu në studio dy zonja që janë duke marrë pjesë në Akademinë e Grave për Leadership. Njëra është ekonomiste, tjetra është arsimtare. Dyja kanë marrë pjesë paraprakisht në Javën e Gruas, e cila është mbajtur në muajin mars, organizuar nga NDI, një aktivitet që tash e dim bëhet tash disa vite në vazhdimsi dhe marrin pjesë 100 gra, 100 zonja të profesioneve të ndryshme. Edhe këto kanë qenë aty dhe tashmë si vazhdim i atij projekti është edhe kjo Akademia e Grave për Leadership. Ne do të flasim për detajet edhe për Javën e Gruas, edhe për përvojat e mëhershme, edhe për këtë akademi. Është Mediana Beslimi, pra ekonomiste nga Gjelani, mirëmëngjes mirë. Dhe Merita Mripa, arsimtare nga Mitrovica, por që bën edhe punë tjera. Bën edhe shumë punë tjera, sikur gjithë ne që kemi edhe punë dyta, treta. Mirëmëngjes mirë. Mirëmëngjes, mirë. Po flasim për këto aktivitete që sigurisht janë shumë të rëndësishme edhe për ju, edhe për ngritjen tuaj profesionale, edhe për avancimin e më tutjeshëm qoftë pozitat ku jeni, qoftë edhe për punë tjera që mund t'i keni synim. Po nisi me Javën e Gruas, aty nisi gjithçka apo jo? Po, patjetër, dhe kjo është qëllimi i ngritjes së nivelit gruas në vend, në vendimarrje. Kryesisht, pra është viti i 5 që Instituti Demokratik ndërkombëtar, NDI në bashkëpunim me USAID mban Javën e Gruas, e cila këtë vit është mbajtur në fund të muajit mars. Mirë, po çka vlen të cekë se këtë vit kanë qenë edhe 20 burra, të cilët kanë qenë në gatishmëri për të trajtuar çështjet edhe tona si gra. Më pas, gjatë kësaj jave, kemi pas mundësi të diskutojmë me panelistë, të cilët kanë qenë kryeministra. Në fakt kemi folur na për aktivitetet atër kur janë bajtur, po për ju personalisht çfarë do thotë pjesëmarrje në një aktivitet të tillë, dhe përzgjedhja për të marrë pjesë, ta them një nga 100 gra, ta them, e gjithë Kosovës. Po, çka unë vlerësoj se e mirë e kësaj është për edhe përzgjedhja për akademi, në fakt se gjatë javës grua ndoshta nuk kemi pas shumë mundësi të elaborimit të gjitha çështjeve që i kemi pas temat, siç kanë qenë standardet në arsim, standardet në shëndetin publik dhe standardet në tregun e punës, kryesisht për gruan. Pas javës gruas kemi vazhduar me Akademinë e Gruas për Leadership, e cila ka filluar në fillim të muajit prill dhe do të përfundojë në fund të korrikut. Deri në fund të korrikut jeni aty. Deri në fund të korrikut kemi punëtori të ndryshme, me aktivitete të ndryshme të cilat organizohen nga NDI dhe USAID në bashkëpunim me 30 gra të cilat jemi përzgjedhur nga Java e Gruas. Do të flasim për këtë. Po ndani pak edhe te ju, zonja Merita. Ky aktiviteti pra Java e Gruas ishte pozitiv edhe për ju, apo jo në kuptimin e marrjes së përvojave të reja, shkëmbimit të përvojave, njohurive edhe njoftësive edhe me kolege të profesioneve të ndryshme? Patjetër. Për mua ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, duke marrë parasysh punën që e bëj dhe ke nevojë domethënë me pas eksperjenca të ndryshme dhe të takosh me shumë gra të gjitha anës Kosovës, ku kemi marrë pjesë 17 komuna të Kosovës, 120 gra dhe ishte fati, siç e ceku edhe Mediana, nga ne që të përzgjedhemi 30 nga ato 100 gra. Dhe ky kamp sapo ka filluar, ka qenë domethënë trajnimi i parë dhe kampi i parë që kemi mbajtur 5 ditë në Ulqen dhe do të vazhdoj deri në fund të korrikut, do të kemi aktivitete dhe trajnime. Cila ishte mënyra e përzgjedhjes? Si u përzgjedhët ju? Në bazë të javës parë që e kemi pas, në bazë aktiviteteve që e kemi pas që edhe në bazë të profilit, në base është zgjedhur profili i ndryshëm i grave. Ti tregoj, këtu kam pas drejt të marrin domethënë gjitha gratë që mirën që janë subjekte politike të ndryshme, shoqëri civile, mediat, mirë po, ata e kanë bërë përzgjedhjen, kemi qenë në intervistë dhe në fund përzgjedhja ka qenë nga NDI, organizat implementues të projektit. Gjithashtu NDI organizon këtë aktivitet, dhe financuar nga USAID, po. Mirë po, ka qenë një falënderim shumë i madh nga ana jonë, sepse ishte një eksperiencë shumë e madhe, ku kishim pas rastin që direkt, me gjitha çështjet që i prekupon Kosovën dhe qytetarët e Kosovës, pikërisht ku këtë vit janë përzgjedhur çështjet kryesore, domethënë arsimi, punësimi dhe shëndetësia. Dhe në këtë rast kemi pas drejt t'i takojmë qeveritarët tonë, të ministrisë të ndryshme që përkatëse që mundemi ju bë pyetje kënaqësi dhe pa kënaqësitë e qytetarëve. Po tash vazhdojmë me këtë projekt që në fund do ta shihni, që ta lejmë pak edhe si anonim për shkak të organizatës. Atëherë kur mbaron gjithçka. Kur mbaron gjithçka, kemi një përfundim që jemi të ndarë në disa grupe, ku do të punojmë në 4 çështje, këto 30 gra, dhe në fund me siguri që do të mundohemi gjatë gjithë këtyre 2 muajve ta bëjmë një punëtori të mirë dhe ndoshta edhe të ndikojmë tek qeveritarët tonë të përmirësojmë apo ta ndryshojmë ndonjë ligj nëse ka nevojë. Gratë mundën.
Edhe kanë dëshmuar që mund, e dëshmojnë gjithmonë, edhe në familje, edhe në shoqëri, edhe në politikë, gjithandej. Po. Edhe ishte një eksperiencë e mirë pasi që kishim mundësi të takohemi me disa trajnues shumë të suksesshëm nga Amerika, nga Kroacia, Kanadoja dhe një rjetizim i mirë i grave në Kosovë. Edhe një bashkëpunim shumë i mirë. Po, më tregoj Mediana, që ndodhë gjatë këtyre aktiviteteve? Se është goxha gjatë, këto kurse, këto aktivitete që i keni deri në Korrek ose fund Korrikut për afërsisht janë goxha ditë përpara, goxha muaj përpara. Që ndodhë? Ndodhë, spari, marim eksperiencë nga ekspertë të ndryshëm. Sa shpesh jeni gjatë javës për shembull? Sa shpesh mblidheni? Ndërkohë, do më thonë, kemi takimet ndryshme me NDI. Mirë po, në fillim prillit ka qenë 5 ditë punëtori në Maltëzi, po në Ulqen kanë qenë, të cilat kanë qenë mjaft intenzive me punëtori, me sesionet të ndryshme, kështu. Po pjesa tjetër është ligjerata, komunikim, me mysafir, me gjithçka? Ne, në fakt, si grupe që jemi ndoj, kemi këto 4 tema që i cekëm edhe më herët, të cilat do t'i elaborojmë, do të krijojmë pyetësor të ndryshëm, janë më shumë çështje teknike, të cilat, siç e cek edhe Merita, do të vinë në përfundim të akademisë me një rezultat. Kjo është një lloj shkolle për ju, apo jo? Po, ke pas parasysh edhe ligjëratat, edhe punët, edhe aktivitetet, volumtimet e gjithçka që bëni aty. Po, me shumë e përvojë edhe në fakt është nga gratë lidere, të cilat domethënë kanë ndikim në ose liderët e së ardhmës. Liderët e së ardhmës. Po kemi edhe lidere, asamblejiste të ndryshme aty. Qëllimi i NDI është domethënë që këto gra në fund të fuqizohen dhe të jenë gra në vendimarrje. Siç e dini edhe ju, gratë me numër kemi mbri deri diku, të jemi në vendimarrje. Ne kemi domosdoshmëri, e kemi kvotën nga vendimu tash. Do të më qenë kohë, do të më qenë si vlerë gruaja, edhe me qenë institucionet më shumë përkrase për fuqizimin e gruas, mendoj që nuk janë atë sa duhet. Tash më bazon te kvota, kvota ka mbri ato që domethënë pas luftës ka qenë vetëm 8.6% gruaja në vendimarrje apo në parlament. Mirë po tash me ndihmën e kvotave kemi mbri si persona. Mirë po, me zë jo. Ende jemi në parlament, ende i kemi gjitha, mirë po nuk i kemi gjitha vendimarrjen që mundemi me marrë. Qa po kërkoni më tepër? Qa po kërkoni? Qa kërkoni ju? Kërkojmë që tjetë në legjë ekziston barazia gjinore, edhe na e dim që ekziston barazia gjinore. Duke pas parasysh që jemi 50% që përmbajmë popullsinë. Do një aq pushtet? Ta kemi të drejtën të ndihet zëri jonë, sepse shumë të në rasteve veç jemi, do me thonë për mi përmbush ato pikat e tyre, do me thonë ligjet tona që i jemi, mirë po jo shumë. Edhe faktikisht, për shembull, nëse në vendimarrje në parlament ekzistojnë vetëm burrat, janë disa interesa dhe eksperjenca edhe kërkesa të grave, të cilat vetëm gratë mundën mi përfaqësu. Ato janë, domethënë, dhuna ndaj grave, dhunimi, abuzimi, apo sëmundje të ndryshme, apo varfëria e grave, ato vetëm gratë mundën që prekin familje përgjithsisht edhe gratë. Përse nanat, gratë janë ato që mundën mi përfaqësu. Po kemi gratë mjaftueshme në parlament, edhe gratë të zonja që ju dëgjohet zërin parlament. Shumë, absolut është duke u ngritur, edhe varet prej partive politike, varet prej vendeve ku veprojmë. Tash po mundohem se si parti politike mundohet që t'ja jap atë liri dhe t'ja jap drejt që të përfaqësohet më shumë. Unë e kam rastin konkret në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ju aty jeni? Se zbuluam më në fund. Po. Unë jam në Mitrovic, domethënë jam kryetare e Ndegës në qendër Mitrovic dhe anëtare e kryesisë LDK-s. Tek ne, domethënë kryesi jemi 6 gra, vajza të reja dhe gra që marrin pjesë në kryesi. Dhe sidomos tash tutje është domethënë duke u ngritur numri dhe shpresoj që ka më qenë shumë i përafërt, domethënë do t'i përmbushin ato standardet grave që. Po gruaja gruan ndihmon në parti edhe në për rrjedhime të ndryshme, në për biznese, kudo qoftë. Po, patjetër. Po, se Merita Ceko, unë vetvendosje jam. Merita Ceko, domethënë çështjen e LDK-s si qëndron, mi po për në krahasje me subjekte tjera politike, vetvendosja nuk ka Forum të Gruz. Forum të Gruz nuk ka të veçantë, domethënë e trajton barabartë se ish dashme ndodh, edhe përfaqësimi i Gruz që tha në vendimarrje në parlament nuk mendoj që është, për shkak se ajo përmbushet me mbas të kvotës që kanë. Ju e keni në kryetaren? Po, e kemi 4 dekë që udhëhiqen nga gratë. Ju në kryetaren e parlamentit? Po, e kemi në kryetaren, kjo është falë vetvendosjes që zotësisë së saj. Po, dhe mendoj që domethënë vetvendosja nuk e trajton gruan në këtë formë, edhe
tjetër shka se ligji për subjektet politike, zakonisht gruan e përfaqësojnë veç për shka kritereve në gjatë fushatave zgjedhore, gjë që mendoj që du të me qenë edhe në vendimarje, në shtytje ma shumë me i përkra, jo vetëm sa për ti përmbushur kritere. Kjo aroma e parazgjedhjeve, edhe këtu me njerë po flisni për parti politike, po s'po flasim për parti politike, kuptuam ku jeni të pozicionuara. Vetëm për gruan në vendimarje në ndërledhë. Po, edhe diçka ceki për Akademinë e Grus, shka vlerësoj se edhe pa marrë parasysh subjekteve të ndryshme politike që jemi aty të kyquna, qëllimi dhe kauza është e njëjtë. Do më thonë, gratë në Akademi nuk kemi këtë debat. Më tregoni këtu diçka, me Dianën. A gruaja gruan, femra femrën, e ndihmon, si me thonë, kuptimin e avancimit, kuptimin e ngritjes së saj, apo një familje ka edhe xhelozine? Ka. Kjo është edhe një problem, një fenomen që ndodhë në shoqërinë tonë. Se nëse jemi 50% gra, i bie që 50% të grave kanë të drejtë vote dhe automatikisht do duhet të ishin 50% të përfaqësuara gjithandaj në institucione, kuptimin që gruaja ta voton të gruan. Përderisa e ndihmojmë gruaja gruan dhe apo vajzën, atëherë kemi me pas sukses. Mirë po, ekzistojnë këto xhelozia, po dëgjojna që nuk ishin dashur me qenë. Atëherë zbash ku jemi shumë të forta. Siç e cek edhe me Diana, jemi, domethënë gjitha partitë politikeve kemi qenë gjatë javës së Grus, po kemi pas një bashkëpunim tepër të mirë, edhe ku do të vazhdojmë bashkëpunim, se patjetër jemi subjekteve të ndryshme në grupet punuese që kemi me vazhdu punën, edhe punojmë pa pikë problemi. Kemi qëllimin e përbashkët. Gjitha gratë janë të partive politike, a ka të profesioneve që vinë nga shoqëria civile dhe të medias. Edhe të medias, edhe nga biznesi mbase. Edhe nga biznesi. Po tregoni tash pa folur për parti, duke pas parasysh që aty është një farë laboratori ku krijohen gratë lidere, laborator po e quajnë thojza gjithmonë. Ai bie që ju do të jeni liderët e së nesërmes, domosdoshmërisht duke pas parasysh këto përvoja që po i merrni, edhe ku janë synimet tuaja? Mundësitë që na i ofron NDI dhe USAID gjatë këtij programi janë të mëdha për gratë që kanë synime të tilla, mirëpo përveç që trajnohemi si gra lidere, mendoj se çka është me rëndësi dhe thelbësore është tema që trajtohen, domethënë çështje që elaborojnë gjatë kësaj akademie, të cilat do kemi mundësi ndikimi e cekë edhe më herët me Rita në qeveri, në institucione ndryshme për me marrë iniciativa të ndryshme. Po, patjetër. Po flasë edhe për eksperiencës time, cilën edhe kam, që 17 vite kam punu edhe me shoqëri civile dhe kam një background kohëgjat të mirë, po kjo ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, sepse spori jemi rjetizu një grup i grave, të cilat mendojmë të ardhmë, synojmë të jemi lidere, të jemi në vendimarje, dhe kjo do të na ndihmoj patjetër. Kjo ishte një shkollë shumë e mirë, një eksperiencë shumë e mirë që i kisha sugjeruar edhe vajzat e reja dhe gratë tjera viteve të ardhshme të marrin pjesë në këtë akademi, edhe pse nuk ka përfunduar ende, po mundemi mu taku edhe në fund pasi që përfundon edhe të shohim sukseset tona, sepse nuk është pyetja veç që të jemi lidere, po ta punojmë çat punë gjatë kësaj periudhe, të arrijmë që ato çoqe që na mendojmë që i brengosin qytetarët tonë. Ta dëshmoni leadershipin gjithkund, edhe gjatë këtyre aktiviteteve. Do të jetë një punë e madhe dhe patjetër. Kështu po shpresojmë të jetë deri në fund. Faleminderit shumë që ishit në studion e programit të mëngjesit. Faleminderit. Të nderuar shikues, shkëputemi nga studio programit të mëngjesit me marketing për të rikthyer menjëherë me pasfort, lekor dhe materiale të tjera, biseda të tjera, shumë çka tjetër. Kemi shumë dinamik në këtë edicion të programit të mëngjesit. Fillimisht me marketing.